Zërë dikush për diçka është i përkufizum dhe është i mangët. Vetëm Allahu Azza wa Jall është ai i cili është i pambarër. Edhe për këtë shkak, shumë dietarë kanë thonë se konsiderohet mëkat dhe nga mëkatet e mëdha që thotë unë s'kam nevojë për njeriu, kur thotë unë s'kam nevojë për askën. Vetëm Allahu është ai i cili s'ka nevojë për askën. Ne gjithë kemi nevojë për dikën. Dhe kemi nevojë për diçka. Pa marrë parasysh që arrim postin, pushtetin, pasurinë, fuqinë, evladin, mallin, ndikimin, megjithatë jemi të nevojshëm për të tjerit. Para mendone, sado që të ketë njeriu pasuri, çfarë qëllimi dhe pointe ka ajo pasuri kur jeton vetëm një njeri? Çfarë dobi ka pasuria e vet? Kur askush si flet, askush se don dhe respekton. Çfarë do bie, çfarë pointe ka ajo pasuri? Patyshim se s'ka do bie, s'ka point, sepse është i varur nga komunikimi me të tjerët. Vetëm Allahu Azza wa Jalla është ai i cili nuk është i varur, është i plot në gjitha cilësitë, sifatet që i posedon ai Allahu subhanahu wa taala. Dhe se çdo krijesë është e mangët dhe ka mangësi përpas Allahut subhanahu wa taala. Dhe të keni kujdes që fjalin nga fjalori juaj ta fshini këtë fjalë. Nuk kam nevojë për askënd. Kur kush s'm duhet mu, vetë e bëj këtë punë unë. Këto fjalë janë të hatashme, të rrezikshme, që kanë ndikim negativ e të thellë në tauhidin e besimtarit, në akidën e besimtarit. Ja dhe mbi këto fjalë arrin deri në shirkun e kufrit. Janë fjalë të rrezikshme që besimtari duhet që t'i zhduk nga fjalori i vetë.